Punojësit e ndërmarrjes së gjelbërimit vijuan këtë të martë në ditën e dytë protestën përpara Bashkisë së Vlorës. Mbas reformës që solli shkrirjen e dy drejtorive, asaj të pastrimit dhe të gjelbërimit, në një të vetme, kontrata e re i detyron punojësit që të kryejnë edhe punët e pastrimit. Sipas kushteve të reja, ata duhet të jenë në gatishmëri 24 orë për situata të ndryshme. Janë shprehur këtë të martë se do të vijojnë protestën dhe nuk do të rikthehen në punë deri në arritjen e një marrëveshjeje. Sipas punojësve, u janë hequr të gjitha të drejtat dhe se profilet e punës me kontratën e re mbien ndesh me njëra tjetrën. Vazhdojmë, duam të rrim siç kemi qenë. Do me të jetë sektori i gjelbërimit siç ka funksionuar. Ne kemi bërë dhe punë pastrimi dhe ka ardhur puna tash s'na vlerësojnë. Të vazhdojmë punën siç kemi qenë. Edhe me lelin kur kemi qenë, kemi bërë pastrime, në çdo vend kemi vajtur dhe ka funksionuar gjelbërimi. Dhe jemi cilësuar. Përgjigje s'kemi marrë akoma, presim të marrim përgjigje, besojmë se që do zgjidhet kjo punë. Bëj thirrje Këshillit Bashkiak që ta shikoj profilet e punës, sepse nuk i kanë parë dhe profili punës tonë bie ndesh me profilin, plus janë hequr tëra të drejtat. Ne kemi të drejtat tona, që të cilat janë hequr 24 orë në punë nuk i qëndron njeri. Neve po na heqin bukë negojës. Thonë, o firmoso ashuja, është mirë që gjelbërimi të ri siç ishte, u bën parcelat, vend të fusin lopët për parcela. Jo duan prerë, jo duan bërë, si punëtor filli, ku do vetë ti presun, ato duan prerë, duan bërë, plus është bërë kontrata, nuk cilëson asnjërin nga punëtorët si të gjelbërimit, e kanë hequr komplet. Çfarë prisni? Presim një zgjidhje, një lehtësim të paktën, një ndryshim të disa gjërave që janë shkruar në kontratë. Ajo kontratë është, si ta them unë, si kontratë monolite. Nuk është diçka që neve nuk mund ta pranojmë. Është vërtet kemi nevojë, kemi ashtu na kjo rrogë varemi, nuk kemi ku të vemi, po ata nuk mund të na heqin kështu bukë negojës. Është e pamundur. Punojësit theksojnë se punën nuk e kanë bojkotuar me dëshirën e tyre, por për faktin se ata nuk mund t'i bëjnë të gjitha punët, përfshirë edhe pastrimin, por janë të gatshëm t'i përgjigjen bashkisë nëse do të ketë nevoja edhe në sektoret e tjerë. Ne nuk kërkojmë shumë gjëra, ne kërkojmë që të njihet sektori i gjelbërimit, kaq, po na i morën konsiderat të mirë. S'na i morën konsiderat. Na doni në ditën e dytë? Po, ditë e dytë e protestë. Mendojmë që do ta çojnë diçka në fill. Po e çuan. Po se çuan. Puna është bojkotuar? Ne e kemi bojkotuar punën sepse na këto që s'na kanë pëlqyer këto. Megjithatë po na japin në punë do vemi. Punë nuk e lëm. Ne kemi dalë edhe me fshes, po kemi dalë kur ka qenë emergjenca, nuk kemi përtuar me fjalë natën, ditën, kemi dalë. Edhe tani mendojmë që po ta çojnë atë, po vetëm me këto kushte nuk punojmë dot. Sepse gjelbërimi nuk ka patur orar pa orar, për shembull ose me orar, me 8 orazh dhe të punojmë 24 orë. Kur të bjerë orari, gjelbërimin e ka ditën punë. Kështu, s'kemi asnjë tjetër, as për një. As me emrat përveçëm nuk merremi. Jo e bojkotuar puna me dëshirën tonë. Punën e kemi bojkotuar në saj të mungesave që po na heqin na puna, po na heqin bukën e gojës. Po na lënë në rrugë të madhe. Duam të punojmë në gjelbërim, nuk kemi ndonjë kërkesë të veçantë, duam të punojmë ditën, natën se bëjmë dot. Nuk e bëjmë dot natën. Kur të ketë nevojë bashkia do t'i përgjigjemi, se kemi lënë asnjëherë në balë. Kemi sot e 5 vjetë që nuk e lëm asnjëherë në balë. Mua që shikon këtu, Vlorë Orikum e kanë bërë në këmbë, Orikum Vlorë e kanë bërë në këmbë. Unë dhe ta kundërshtoj kush të dojnë a punëtorët e gjelbërimit se më njohën të gjithë. Do punoj o vlla. Do i përgjigjen bashkisë kur të ketë nevojë në rast emergjence, do vi. Kanë pastruar dhe kunet atu në ditë shiu, te rruga Albano Romina. Unë i kam hequr. Punojësit e vjetra të gjelbërimit theksojnë se kanë bërë edhe punë të tjera duke u përfshirë edhe në sektor të ndryshëm, ku ka pasur nevojë qyteti. Ata ngrenë shqetësimin edhe të mosnjohjes së vjetërsisë. Jam një punëtore prej 35 vjetësh. Çdo proces pune mund t'i kem bërë, vështirësitë në më të ndryshme. Ngritje rroge s'më ka dhënë, antidoda s'më ka dhënë, rroba për puna, rrobë që të ditë shiu, ditë qameti që kam apo dhe kunetën, nuk më ke qytë asnjë lloj vështirësie. Si në kontratën, kur unë kam qenë një punëtore benefitive, ti më hedh direkt në kontratë, pa njoftuar fare, më çon punëtor pastrimi. Unë si punëtorja, 35 vjeçare nuk mund ta afirmos të kontratë, pse ka disa
nene disa rregulla që punëtori duhet të ja lexosh dhe si administrator, jo ti në kokën tënde si një kush e ka bërë këtë, se e bëri një këtë të jesh gjithë qytetin gjelbërimin e qytetit ti dhe më çon ma gjithë ta shokët e shoqet e mia të gjelbërimit në çon pastrim. Me çat motivi. Nuk të kam mbajtur qytetin mirë, nuk të kam mbajtur qytetin pastër, nuk të kam bërë lulet krahasitje në më të bukurat. Unë si punëtorja e më e vjetër dhe nuk mund të firmos si punëtore, se nuk më takon. Se këto që thash, më takojnë të gjitha drejtat e mia. Faleminderit. Unë jam punëtore 30 vjeçare. Punëtore gjelbërimit dhe nuk e kuptoj, kam bërë një kontratë dhe kam marrë për një gjelbërim. Nuk isha i kodrot dhe drejtuesat janë shumë të mirë, po dua të di që sektori i gjelbërimit është të jetë më vete në mal. Dhe duam sa rregulla që nuk na njeh fare. Orë, shtesë, për pesa dalim, nuk na jes njeri, dhe i ka shumë gjëra që ne nuk na njihet. Vajtëm të drejtore Shadi, na tha ikni në bashki. Erdhëm në bashki, na drejtuan tek visa. Nuk na dha rrugë zgjedhje. Ne ti sa ndeti në zyrë, më vonë ka dalë pastaj. Nuk e di si ç'do vë kjo punë. Jemi allergjinj. Për 2 vjet unë dalë në pension. Dua të di përse më ndryshon kontratën, përse më aprish. Ku ka punëtor? Ka plot allergjinj, trokasin aty, ti mani për në fshes. Unë kam marrë gjelbërim, nuk ishaj. Që të gjelbërura nuk shikojnë me sy. Kanë nevojë për krahasitje, për qethje, për korrje. Ku i kanë? Përse arsye i çojnë në fshes? Kur ndërmarrja e gjelbërimit është sektor më vete. Kur ka qenë puna për aksion, punëtorët kanë ardhur, kanë marrë me makinë të zbuluar dhe kanë i programat na 50 ta ose 60 vjeçë, mos i lopët dhe mos i dhit. Sikur ka qenë kemi kërkuar makinë kështu, po deshe rri, po deshe ikë, na kanë bërë presion. Punon punëtori një vit të tërë. Ku ka? S'ka ponte, keq me private, keq me shtet. Nuk ka ponte të japi një shpërblim, është turp i botës. Është turp. I pingratë si kur janë dhije dhe gomerër, në me makinë të zbuluar. Ori kum. Kur ka kaluar nga sipërmarrësi me shtetin, kanë ardhur punëtor për të punuar. I ka marrë bashkia, i kanë ardhur për në pastrim. Kush kish mik shok, filloi punë gjelbërim. Ata merrçon në pastrim, jo mua. Jo këta punëtor të vjetër. Kush e ka dhe nga këta nëse kanë në pastrim, le të vjen, dakord jam unë. Po jo mua. Jo mua, nuk më çon dot në fshes. Ata hapen kontratat e para kur kanë ardhur të gjithë punëtorët. Kush e ka? Merje me durë, e ka në fshes, çojnë në fshes, nuk njëm unë. Nuk e kam për turp. Po jo dhe të më thuash mua, të më thonë mua këta përfaqësues të ndërmarrjes, që ti ke bën një punë që se bën njëri futesh të vdekurit. Në jetën time private si ndot njëri, unë do ushqem, jam e gjallë, jam krye familjare, do ushqej veten, do laj të vdekur të gjallë, do vito të shërbej ty në shtëpi, s'ka asnjë gjë, se kam për turp. Nuk e kam për turp. Më bëjnë presion psikologjik. Çfarë është ky presion psikologjik? Vetë lan të vdekur ti bëj dhe fshesën. Do ta laj se do ushqem. Nuk ka kusht të më baj. Jam vetëm, burr, grua, s'kam asnjëri. Bëj këtë punë, e bëj në rregull, zbatoj orari 7 deri në orën 2. Tani çfarë kërkojmë nga mua? Çfarë duan? Të më lënë të bëj gjelbërimi, për këtë jam unë, nuk jam për të fshirë. Për fshes s'ka kanë marrë ti çojnë. Punojësit e gjelbërimit kundërshtojnë në mënyrë kategorike kontratën e re edhe në ditën e dytë të protestës së tyre.